Liderët e G7 kanë zhvilluar një takim përmes një videokonference më 11 mars 2026, ku, siç njofton nga presidenca e G7, është diskutuar për pasojat ekonomike të luftës në lindjen e mesme. Në takim, siç njofton nga atje, është bërë një vlerësim i situatës aktuale dhe indikimet ekonomike që konflikti po shkakton në tregjet ndërkombëtare. Po ashtu, është theksuar nevoja për koordinim të ngushtë mes vendeve anëtare për të përballur me pasojat e krizës. Liderët përshëndetën njoftimin e Agjencisë Internacionale të Energjisë për lirimin e deri në 400 milion fuqi nafte nga rezervat strategjike, një masë që synon të stabilizojë tregjet globale të energjisë dhe të dërgojë një sinjal të qartë për tregjet botërore. Nga presidenca njoftojnë se liderët e G7 kanë rënë dakord që të vendosin koordinime me qëllim përgatitjen për rikthimin e lirisë së lundrimit në rajon. Në këtë drejtim, ka filluar puna për të shqyrtuar mundësinë e shoqërimit të anijeve sapo të plotësohen kushtet e sigurisë. Kjo, sipas tyre, do të pasohet me hapa drejt kompanive detare, transportuesve dhe kompanive të sigurimeve. Në të njëjtën kohë, vendet e G7 inkruajuan në rritjen e prodhimit të energjisë në vendet që mund të zëvendësojnë kapacitetet e bllokuara dhe bën thirrje që të shmangen masat për kufizimin e eksportit. Ndryshe, ky ishte takimi i parë i liderëve të G7 që nga fillimi i presidencës franceze të këtij grupi për vitin 2026.